Shkrimtari i njohur Kalosh Çeliku vjen para lexuesve me librin e tij më të ri me humor dhe satirë, titulluar Zgërdhirja, një përmbledhje publicistiko-letrare që përfshin anekdota, barcoleta, aforizma, elegji me çifteli, intervista, si dhe pjesë nga drama satirike Kopeja me zgjebe ndjek autorin. Ky botim është një pasqyrë ironike e realitetit ton shoqëror, ku autori me gjuhën e tij therrse dhe stilin e mprehtë godet paradokset, veset dhe hipokrizinë e përditshme. Në librin Zgërdhirja, Çeliku i qëndron besnik frymës së tij rebele, duke ndërthurur të qeshurën me dhimbjen dhe humorin me tragjiken. Një nga pjesët më simbolike të librit është edhe anekdota e Gjaderallës, me të cilën autori është paraqitur në një nga takimet letrare kushtruar satiristit të madh Gjaderalla. Gjaderalla, satiristi madh shqiptar, sa herë që vdiste ndonjë fshatar, thoshte: "Erdhi zonja vdekje, e më trokiti vonë te porta." Këtu banon Gjaderalla? Jo, i përgjigjesha unë plaku, e dërgoja në tjetër shtëpi. Gjaderalla më zonjës vdekje nuk i del përpara te porta. Ja hodhi, e presin anekdotat. Dhe unë Kalosh Çeliku rebel që për çdo natë me zonjën vdekje lexojmë poezi dhe pim verë. Autori Kalosh Çeliku si shkrimtari më i lëvdruar dhe i sharë, një epitet që pasqyron më së miri stilin e tij të lirë, ironik dhe shpesh provokues. Me këtë libër autori duke bërë Zgërdhirje një akt letrar filozofike njerëzor, një buzëqeshje hidhur përmes së cilës ai vazhdon të sfidojë realitetin.